Një tjetër përplasje e fortë trondit shtëpinë e Big Brother Kosova, duke e kthyer rutinën e përditshme në një arenë tensioni dhe nervash të ndezur. Këtë herë, në qendër të debatit janë Alba dhe Ludo, ku një situatë që lidhej me punët e shtëpisë përfundon në një konflikt të ashpër, plot akuza dhe fjalë të forta. Gjithçka nis kur Alba, me një ton të prerë dhe autoritar, fillon t'i jap urdhra Ludos për të kryer punët e shtëpisë. Ajo i kërkon të pastrojë, të rregullojë dhe të merret me detyra që, sipas saj, po neglizhohen. Mënyra se si Alba flet nuk kalon pa u vënë re, fjalët e saj tingëllojnë më shumë si urdhra se sa si kërkesa. Duke krijuar menjëherë një atmosferë të rënduar, Ludo, i cili deri në atë moment kishte qëndruar i qetë, nuk e pranon këtë sjellje. Ai reagon ashpër, duke i bërë të qartë Albës se nuk është shërbëtor i askujt dhe se punët e shtëpisë janë përgjegjësi e të gjithëve. Zëri i tij ngrihet, ndërsa shpreh pa kënaqësinë për mënyrën se si trajtohet, duke akuzuar Albën për arrogancë dhe dominim. Debati përshkallëzohet shpejt. Alba nuk tërhiqet, përkundrazi, mbron qëndrimin e saj duke thënë se po kërkon vetëm rregull dhe barazi, por mënyra e komunikimit të saj bëhet edhe më e ashpër. Ajo i kujton Ludos se në shtëpi ka mungesë disipline dhe se dikush duhet ta marrë iniciativën. Kjo deklaratë ndez edhe më shumë gjakrat, banorët e tjerë ndalen dhe i shikojnë të dy, disa përpiqen të ndërhyjnë për të qetësuar situatën, ndërsa të tjerë zgjedhin të heshtin, duke e ditur se çdo fjalë e gabuar mund ta çojë debatin edhe më larg. Atmosfera në shtëpi bëhet e rënë, tensioni ndihet në çdo cep dhe kamerat fokusohen te reagimet e fytyrave të tensionuara. Ludo shfaqet i lënduar dhe i irrituar, duke theksuar se nuk pranon të nënvlerësohet apo të trajtohet me urdhra. Ai kërkon respekt dhe komunikim të barabartë, ndërsa Alba vazhdon të insistojë se pa rregull dhe përgjegjësi, bashkëjetesa në shtëpi është e pamundur. Fjalët bëhen gjithnjë më të forta dhe debati merr.